Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ju kërkoj ndjes fak, është një video pak më amatore, por e ndjeja të obligueshme ta komentoj ngjarjen më të fundit, por edhe ngjarjen më të bukur. Teksa po pi një kafe, sepse tashmë jemi në sezon dhe jemi çik të angazhuar, ndalova të shoh se çfarë bëhet nga Instagrami. Dhe kur ndalova në Instagram, në fakt më tërhoqi vëmendjen një postim, një story që unë për të qenë koherent gjithmonë kam thënë që Mateo dhe Brikena kanë luajtur një lojë interesante, do të thënë ato për një periudhë të caktuar, për disa ditë kanë qëndruar të heshtur në rrjetet sociale, nuk kanë postuar fotografi, nuk kanë postuar story, nuk kanë postuar reels, por në një moment të caktuar ato kanë postuar një fotografi kur kanë qenë të dy së bashku dhe në këtë rast, në momentin e parë që ato të dy u bën së bashku, ato vendosën që të nxjerrin një fotografi që në fakt ishte shumë e bukur, që dhuronte shumë dashuri dhe që dukeshte që çifti gjatë ditës së sotme dhe gjatë momenteve të bukura që presin në fakt të transmetohet She's on Top, sepse xhirimet me patjetër që janë bërë Brikena është pjesëmarrëse në këtë She's on Top. Çifti ka preferuar që të ndanë momente të bukura dhe të ndanë një fotografi. Duke që po shijojnë ditët e ngrohta të verës dhe po shijojnë momentet e bukura në plazhet shqiptare. Që nuk kupton që Brikena, domethënë prej në ditën e xhirimit, që me sa un kam informacion, domethënë She's on Top xhirohet të mërkurave, deri në ditën e sotme, ditën e diel, ajo siç duket ka qëndruar në Shqipëri dhe po shijon pak këto ditët e ngrohta pranë plazhit. Ashtu siç unë e pata thënë në videot e mëhershme, çifti në këtë periudhë ka vendosur që të jetë sa më afër njëri tjetrit, që të shijojë sa më shumë momente me njëri tjetrin dhe të kënaqen sa më tepër me njëri tjetrin, duke shijuar dhe ditët e ngrohta të verës, domethënë duke shijuar pak këtë ëmbëlsinë që vera na e fal, sepse në sinqerisht, domethënë kanë qenë tejet të angazhuar, kanë qenë tejet bashk në gjithë atë rrugtim të bukur në Top Arena dhe nuk kanë patur mundësinë që të shijojnë këto momente. Shoh buzëqeshje në fytyrën e tyre, shoh energji pozitive dhe kjo në fakt më bën që të ulem të mendoj se sa bukur dashuron Brikena dhe Mateo. Do të thënë sa të lumtur janë bashk këto të dy dhe se sa po argëtohen këto të dy. Unë ju uroj të gjitha të mirat, shpresoj që gjithmonë të shoh kështu. Doja vetëm ta ndaj këtë si lajm me ju, ku më pas normalisht do të vi në mënyrë pak më të detajuar për të komentuar në përbërje këtë histori të bukur dhe këtë dashuri që siç duket është një nga dashuritë më fantastike që mund të ekziston.